Prej më shumë se 30 vitesh, banorët e Babicës përballen me mungesën e ujit të pijshëm, një problem I vjetër që bëhet edhe më shqetësues gjatë stinës së verës. Sipas banorëve, në muajt e nxehtë furnizimi me ujë mund të ndërpritet për periudha të gjata, madje edhe në raste të caktuara edhe për muaj të tërë. Edhe në ditët kur uji mbërri në banesat e tyre, ai vjen vetëm për rreth 1 orë në ditë. Por problemi sipas banorëve nuk lidhet vetëm me mungesën e furnizimit. Ata tregojnë se uji nga çezmat është shpesh I ndotur dhe I papërshtatshëm për të përdorur, duke I detyruar familje të gjejnë zgjidhje të tjera. Për të siguruar ujin e nevojshëm për nevojat e përditshme, por edhe për konsum, banorët e Babicës thonë se janë të detyruar ta blejnë atë. Kjo situatë ushton kostot familjeve, veçanërisht gjatë verës, kur edhe nevoja për ujë është më e madhe. S'kemi as për prej as për larë, çfarë më pyet. Vam 1 muaj, ato I kemi paguar me liberës atë gjithë. Ujë të blejmë, vjen apo kove berati. E blejmë ujë, kemi tërbehari. Për vetë ti me kështu ka qenë behar, për behar unë kam lypur me klypur ujë, me bidonë. Erdha ata që puan linjën e bon, në rregull ujë s'ka linjë. Da si kush ma përgjësi për këto, nuk më rëvlesh. Çuka ka me Babis s'ka ujë. Ka shumë probleme Babisa. Ky fshat është ankuar edhe këtë fshat nuk e rregullon asnjëri në botë. Domethënë, të themi nga 90 arte një këtu. Ne na bien ujë në albumit e ti, njëri vjen njerëz vetë ti, lajë njerëzit e ti, kroshi kur kanë morra. Vjen boti kjo ajo çfarë? Nga Tepelena, nga Saranda, Bota I vjen apo Pogova. Shoqë Pogova. Blejmë ne, ja blejmë ujë. Këtu nuk ka Babisa, ka ujë. Çdo gjë një defekt e ke ta marrësh ujin, ta çosh në analizë. Në analizë e kam thuar, në analizë në firë, ta shikosh sikur është minier Serenicës. As të larë, edhe ku lanë robat, lanë ti, do të bëj atë, e ke pasysh, janë të pajone, e lë një shenjë, e të tretë, për të pirë jo njërë, më bëvaki për të pirë, edhe për të larë nuk për. Ke që akoma tani me këtë temperaturët e larë, nuk ka ujë. Vinë me intervale, nuk administrohet mirë, do thonë e që vjen, ata që janë me afër kanë basha gjëra, e hapin në përbasha, sa arrin të administrojnë do. Sa arrin të administrojnë do. Edhe këtë më falni. Këtu, dhe ajo ujë që vjen 15 orë në muaj. Jo, këtu ka qenë problem që shpejt. E nuk është sot, bil sot. Po sot është në problematike se janë shtuar njerëzit dhe s'ka ujë. Edhe a ujë që vjen, po është I pakonsumueshëm. Banorët kërkojnë zgjidhje përfundimtare të problemit dhe furnizimit të rregullt me ujë të pijshëm, duke theksuar se pas më shumë se 3 dekadash, mungesa e ujit vijon të mbetet një nga shqetësimet kryesore të zonës.